Ai ishte vetëm disa sekonda larg. Alarmi nuk kishte rënë ende. Arma në dorën e grabitësit dridhej lehtë, ndërsa sytë e tij skanonin bankën për çdo lëvizje. Gjithçka ishte planifikuar në detaje. Dalja, koha, njerëzit, asgjë nuk ishte lënë rastësisë. Por pastaj dera u hap. Një burr i moshuar hyri ngadalë brenda me hap të rënd, duke mbajtur një bastun në dorë. Dhe në atë moment gjithçka ndaloi, sepse grabitësia e njohu menjëherë. Ai nuk ishte thjesht një klient. Ai ishte babai i tij. Dhe ajo që ndodhi më pas nuk ishte pjesë e planit. Era e ftohtë e mëngjesit përplase në xhamat e bankës, ndërsa njerëzit hynin e dilnin pa e ditur se brenda po ndërtohej një nga momentet më të rrezikshme të jetës së tyre. Ardiani qëndronte në qoshe me kapuçin e ulur mbi sy dhe dorën e futur në xhep, ku mbante armën. Frymëmarrja e tij ishte e rëndë, por e kontrolluar. Kjo nuk ishte hera e parë që ai mendonte për këtë moment, por ishte hera e parë që do ta bënte. Jeta e kishte shtyrë deri këtu. Borxhe, dështime, net pa gjumë, një ndjenje që nuk kishte më rrugë dalje. Vetëm këtë herë dhe mbaron gjithçka, përshpëriti ai me vete. Ora në mur shënonte 09:17. Koha perfekte. Ai hodhi një hap përpara, pastaj një tjetër, dhe në atë moment gjithçka dukej sikur po ecte sipas planit. Por universi kishte një plan tjetër. Dera e bankës u hap me një kërcitje të lehtë. Një burr i moshuar hyri brenda. Ai mbante një pallto të vjetër gri dhe një bastun të konsumuar. Lëvizjet e tij ishin të ngadalta, por të sigurta. Ardiani nuk e pa menjëherë. Ai ishte i fokusuar te sporteli, por kur i moshuari ngriti kokën, sytë e tyre u takuan. Koha ndaloi. Zemra e Ardianit goditi fort në kraharor. Jo, nuk mund të ishte, por ishte. Ai e njihte atë fytyrë më mirë se çdo tjetër në botë. Rrudhat, sytë e lodhur, mënyra si mbante bastunin. Ishte babai i tij. Babai që nuk e kishte parë prej vitesh. Babai që mendonte se e kishte humbur përgjithmonë. Një val emocionesh e goditi si një stuhi. Turp, zemërim, mall, frikë, dhe mbi të gjitha një ndjenje që nuk e kishte ndjer prej kohësh. Ndërgjegje. Dora e tij që mbante armën filloi të dridhej. Jo tani, jo këtu, mendoi ai. Babai i tij nuk e njohu menjëherë. Ai u afrua ngadalë drejt radhës, duke përshëndetur me kokë një grua pranë tij. Një njeri i thjesht, një jetë e thjesht, një baba që kishte sakrifikuar gjithçka për djalin e tij, dhe që tani po qëndronte përballë tij, pa e ditur se djali i tij ishte gati të shkatëronte gjithçka. Ardiani bëri një hap pas, pastaj një tjetër. Planifikimi i tij po shembej para syve. Zëri në kokën e tij i bërtiste. Bëje, është shansi yt i vetëm, por një zë tjetër më i qetë, më i thellë i thoshte. Po çfarë do të mendonte ai nëse do ta dinte? Babai i tij më në fund ngriti syt dhe e pa. Këtë herë më gjatë, më thellë, sikur po përpiqej të kuptonte, sikur një pjesë e tij e njihte tashmë. Ardiani ndjeu frymën t'i ndalej. Ai nuk ishte më një grabitës në atë moment. Ishte vetëm një djalë që nuk donte të zhgënjente baban e tij. Dhe për herë të parë që prej shumë kohësh, ai nuk dinte çfarë të bënte. Heshtja brenda bankës u bë rënd, sikur ajri vet kishte ndaluar së lëvizuri. Ardiani qëndronte i ngrirë, dora në xhep, arma e ftohtë në pëllëmb. Por tashmë ajo nuk dukej më si një mjet shpëtimi, por si një barë që po e fundosiste. Sytë e babait të tij nuk u larguan. Ai e shikonte drejt, jo me frikë, jo me dyshim, por me diçka tjetër, diçka që Ardiani nuk mund ta përballonte. Njohje. Ardian, zëri i të moshuarit doli ngadalt, i pasigurt. Ishte si një goditje. Emri i tij u përhap në ajër, i rënd, i gjallë real. Një grua në radhë u kthye për ta parë. Pastaj një tjetër, por Ardiani nuk dëgjonte asgjë tjetër. Vetëm atë zë. Zërin që e kishte thirrur kur ishte fëmijë. Zërin që e kishte zgjuar për shkollë. Zërin që e kishte mbrojtur edhe kur ai nuk e meritonte. Ai ndjeu një djegje në kraharor. Mos më thirr kështu, përshpëriti ai me vete, po thuajse pa zë. Babai bëri një hap përpara. Bastuni trokiti lehtë në dy sheme. Jeti apo jo, tha ai, këtë herë më i sigurt. Syti ishin mbushur me një përzierje emocionesh. Shpresë, dhimbje dhe një gëzim i heshtur që nuk guxonte të shpërthente plotësisht. Ardiani u përpoq të largohej. Instinkti i parë ishte të ikte, të zhdukej.
të rikthehej në errësirën ku askush nuk e njihte, por këmbët nuk e dëgjuan. Ai mbeti aty, i mbërthyer mes dy botëve, njëra që e kishte shtyr drejt krimit, dhe tjetra që po e tërhiqte prapa drejt njeriut që kishte qenë dikur. Pse? Fjala doli nga goja e babait, e thyer, e rënd. Pse u zhduke kështu, bir? Fjala bir e shkatërroi. Ardiani ndjeu syt i digjnin. Ai nuk donte të qante. Jo këtu, jo tani, por emocionet nuk pyetën. Mos më quaj ashtu, tha ai, këtë herë me zë të ulët, por të dridhur. Një burr në fund të bankës filloi të dyshonte. Ai hodhi një vështrim të gjatë drejt Ardianit. Situata po bëhej e rrezikshme. Plani po shpërbëhej çdo sekond, por askush nuk e dinte ende sa pranë katastrofës kishin qenë. Babai i tij u afrua edhe më shumë. Tani ishin vetëm disa hapa larg. Kam kërkuar për ty, tha ai. Në çdo vend, në çdo rrugë. Mendova se të humba përgjithmonë. Zëri ju thye. Ai nuk ishte një burr i fortë në atë moment. Ishte vetëm një baba që kishte vuajtur në heshtje. Ardiani shtrëngoi dhëmbët. Kujtimet filluan ta sulmonin një nga një. Një shtëpi e vogël, një tryezë e thjesht. Babai i tij që punonte pa pushim, vetëm që ai të kishte një jetë më të mirë. Dhe çfarë kishte bërë ai? I kishte kthyer shpinën, i kishte braktisur. Dhe tani, ishte kthyer si një kriminal. Dora e tij u lirua ngadalë nga arma. Gishtat ju hapën. Arma rëshiti pak në xhep, sikur edhe ajo po humbiste fuqinë mbi të. Filloi ai, por fjalët nuk dolën. Si mund ta shpjegonte? Si mund t'i thoshte se kishte ardhur aty për të grabitur? Se ishte vetëm disa sekonda larg nga shkatërrimi i jetëve të gjithëve, përfshirë edhe të tijën. Babai e pa drejt në sy, dhe për herë të parë buzëqeshi lehtë. Jo sepse ishte i lumtur, por sepse e kuptoi. Ti nuk je ky njeri, tha ai me qetësi. Këto fjalë goditën më fort se çdo britm. Ardiani uli kokën. Lotët i ranë në dy sheme. Ai nuk kishte më forcë të fshihej. Nuk e di kush jam më, pranoi ai me zë të thyer. Një heshtje tjetër ra mes tyre, por këtë herë nuk ishte e rënd. Ishte mbushur me diçka tjetër. Mundësi. Babai bëri hapin e fundit. Ai ngriti dorën dhe vendosi lehtë mbi supin e Ardianit. Një gjest i thjesht, por për Ardianin ishte gjithçka. E di unë, tha ai butë. Ti je djali im. Në atë moment, diçka brenda Ardianit u thye, por nuk ishte diçka e keqe. Ishte errësira, dhe për herë të parë pas shumë kohësh, drita po hynte brenda tij, por jashtë atij momenti emocional, realiteti ende qëndronte. Njerëzit, rreziku, dhe një vendim që duhej marrë tani. Një kollitje e lehtë nga fundi i bankës e theu momentin. Realiteti u rikthye me forcë. Një burr me kostum po i shikonte me dyshim. Një tjetër kishte nxjerrë telefonin, sikur ishte gati të telefononte dik. Koha po mbaronte. Ardiani ngriti kokën ngadalë. Lotët ende nuk ishin tharë, por diçka kishte ndryshuar në sytë e tij. Ai nuk ishte më ai njeri që hyri në bank disa minuta më parë. Babai e ndjeu. Çfarë po ndodh, bir? Pyeti ai me zë të ulët, por të shqetësuar. Kjo ishte ajo. Momenti që nuk mund të shmangej më. Ardiani mori një frymë të thellë. Pastaj bëri diçka që askush nuk e priste. Nxori dorën nga xhepi. Arma ishte aty. E zezë, e rënd, e ftohtë. Një grua bërtiti me një herë. Armë. Panik. Një burr u përkul pas sportelit. Një tjetër u tërhoq drejt derës. Por Ardiani nuk bëri asnjë lëvizje kërcënuese. Përkundrazi, ai ngriti duart lart. Arma ishte e dukshme, por jo si kërcënim, si një rrëfim. Mos kini frikë, tha ai me zë të fortë, por të dridhur. Askush nuk i besoi menjëherë. Sytë e njerëzve ishin të mbushur me terror, por babai i tij nuk lëvizi. Ai qëndroi aty, duke e parë, duke e dëgjuar. Ardiani ndaloi për një moment. Fjala i ngeci në fyt, por këtë herë ai nuk u fsheh. Erdha këtu për të bërë diçka të tmerrshme. Heshtje. Edhe paniku u ndal për një sekond. Erdha për të grabitur këtë bank. Një murmuritje u përhap në sallë. Disa hapa u tërhoqën më mbrapa, por Ardiani vazhdoi. Por nuk do ta bëj. Ai uli ngadalë armën. Gjunjët i dridheshin, por zëri po bëhej më i fortë, sepse ai më pa.
Ai ktheu kokën drejt babait. Dhe më kujtoi kush jam. Babai i tij kishte lot në sy, por nuk qante. Ai ishte i qetë, si një njeri që kishte pritur këtë moment për vite. Ardiani u përkul ngadalë. Vendosi armën në dysheme. Tingulli i saj u përhap në bank si një fund. Fundi një rruge, fillimi një tjetre. Një roje sigurie që kishte qëndruar i fshehur doli përpara, i tensionuar, por i pasigurt nëse duhej të vepronte. Ardiani ngriti duart lart. Plotësisht, jam dorëzuar, tha ai. Mos lëndoni askënd. Një burr tashmë kishte telefonuar policin. Sirena në distancë filloi të dëgjohej. E largët, por që afrohej çdo sekond. Babai i tij bëri një hap përpara. Mos, tha ai me zë të ulët. Por Ardiani buzëqeshi lehtë. Një buzëqeshje e lodhur, por e sinqert. Është në rregull, i tha ai. Për herë të parë po bëj gjën e duhur. Babai i tij e shikoi dhe këtë herë nuk e ndaloi veten. Lotët i rrëshitën në përfaqe. Jam krenar për ty, tha ai. Fjalë të thjeshta, por për Ardianin ishin më të vlefshme se çdo para në atë bank. Sirena tani ishte shumë afër. Njerëzit filluan të lëviznin, disa të tronditur, disa të lehtësuar, por askush nuk e priste atë që ndodhi më pas. Babai i tij hodhi bastonin mënjan dhe e përqafoi fort, si një baba që kishte rikthyer djalin e tij nga humnera. Ardiani mbylli syt. Për një moment të vetëm, ai nuk ishte një kriminal, nuk ishte një dështim, ishte vetëm një djalë. Në krahët e babait të tij, sirena u ndal para bankës. Dyert u hapën me forcë. Policia hyri brenda, por ajo që pan nuk ishte një grabitje, ishte një shpëtim, një shpirt që ishte kthyer në kohë, dhe një baba që nuk ishte rreshtur kurrë së besuari. Policët hyn me armë në duar, duke skanuar çdo cep të bankës. Mos lëviz, bërtiti njëri prej tyre, por askush nuk po lëvizte, sepse nuk kishte më rrezik. Ardiani qëndronte në mes të sallës me duart lart, ndërsa arma ishte në tokë, disa hapa larg tij. Dhe pranë tij, babai. Një nga policët u afrua me kujdes dhe i vendosi prangat. Klikimi i tyre ishte i fortë, i ftohtë, përfundimtar, por këtë herë nuk dukej si fundi i gjithçkaje. Ardiani nuk rezistoi, as nuk uli kokën nga turpi. Ai shikoi drejt përpara, pastaj drejt babait të tij, dhe buzëqeshi lehtë. Një buzëqeshje që nuk ishte më frikë. Do jem këtu, tha babai me zë të dridhur. Çfarë do që të ndodh, nuk do të lë më. Këto fjalë i dhan më shumë fort se çdo gjë tjetër. Policët e morën drejt daljes. Njerëzit u hapën rrugë, disa duke e parë me gjykim, disa me keqardhje dhe disa me respekt të heshtur. Sepse ata e dinin një gjë, ai mund të kishte shkatëruar gjithçka, por nuk e bëri. Jashtë, drita e diellit e goditi në sy. Për një moment, ai u ndal, mori një frymë të thellë, ajri duke ndryshe, më i pastër, më i rënd, por më i vërtet. Babai i tij doli pas tij, duke ecur ngadalë, por me vendosmëri. Ardian e thirrri ai. Policët ndaluan për një sekond. Ardiani u kthye. Sytë e tyre u takuan përsëri, por këtë herë nuk kishte dhimbje mes tyre. Vetëm një lidhje që nuk ishte thyer kurrë. Kur të dalësh, tha babai, duke u përpjekur të mbante zërin të fortë, do të fillojmë nga e para. Ardiani ndjeu një ngrohtësi në kraharor, një ndjenjë që nuk e kishte ndjer prej vitesh. Shpresë. Ai pohoi me kokë. Po, tha thjesht, do të kthehem. Policia e shtyu lehtë drejt makinës. Dera u hap. Ai u ul brenda, dhe ndërsa dera u mbyll, një kapitull përfundoi, por jo siç kishte menduar ai. Jo me para, jo me aratisje, por me të vërtetën, me zgjedhjen për të bërë gjën e duhur. Makina u nis ngadalë. Babai i tij mbeti aty në trotuar, duke e ndjekur me sy derisa u zhduk në kthes. Por këtë herë nuk kishte humbje, sepse për herë të parë pas shumë kohësh, ai e dinte që djali i tij ishte ende aty, dhe se një ditë do të kthehej jo si një grabitës, por si njeriu që gjithmonë kishte dashur të ishte. Mesazhi i historisë. Ndonjëherë një moment, një person, një kujtim, është gjithçka që duhet për të ndryshuar drejtimin e jetës. Edhe në sekondën e fundit, edhe kur mendon se është tepër vonë, sepse nuk është kurrë vonë të zgjedhësh të bësh gjën e duhur.